Gjatë një aktiviteti kulturor të mbajtur në bibliotekën Marin Barleti në Shkodër, shkrimtari i njohur Kim Mehmeti u shpreh se sot mungon një lider shqiptar gjithëpërfshirës. Ai thotë se kjo ndodh pasi çdo njeri kërkon të jetë baba i popullit të vet dhe askush nuk tregon kujdes të barabartë ndaj të gjithëve. Ende nuk janë një mendësi. Ka mbet ajo që na imponoi muri i Xhaxhit Enver, që ne ishim një popull që flisnim shqip, por nuk mendonim njësoj shqip. Gjithë, ndryshe mendonim shqip ne, ma ta në kufinin ndryshe këtu, ne atje ishim të përmalluar për Momodheut, ju ishit të përmalluar më shumë për Italinë, për botën. Kështu që edhe ajo mendësi dal nga dal, duhet tani të barazohet që ne kemi edhe sotme të përbashkët, sotme që flet shqip, sepse ne kemi të shkuar që s'është e njëjtë, që ka fol shqip, por ka përfyer krejt ndryshe, për ne ndryshe ishte, ma tanë, kuptoj shqiptaria e Shqipëria, por ju ndryshe. Ne atje shkonim në burg pse e donim Enverin, ju shkonit në burg pse e urrenit Enverin. E kështu që Enverin na bashkonte, mirë po për dy arsye krejt tjera. Edhe kështu që ajo mendësi tashti duhet të barazohet edhe vjen duke u barazuar. Edhe unë kam thënë një herë kështu pak në ironi që sikur me qenë njeri që vendosun do të kisha detyruar Universitetin Shtetëror të Tiranës edhe të Prishtinës që të gjithmonë të pranojnë gjysmat e studentët i kenë i Shqipërisë nga Kosova, i Kosovës nga Shqipëria. Pse? Sepse vetëm shtrati i bashkon, shtrati edhe rrugët e bashkojnë një popull. Nuk ka, sepse çdo njeri do të jetë baba i popullit, dhe atë do të arrin në mënyrë më të çuditshme ndonjëherë, me atë që nuk tregojnë kujdesin e njëjtë për popullin e vet, edhe as dashurinë e njëjtë. Ju nëse vëreni për shembull këtu piktorin, ai me shumë sjellje të veta është më i dëmshëm për shqiptarinë se sa më i dobishëm. Ju nëse shikoni edhe nga ana tjetër, edhe ajo që ndodh në Kosovë, ndonjëherë ju duket se mendjemasia aty në shkon deri aty sa që flas për politikanët. Politikanët kosovarë mendojnë shpeshherë janë aq mendjemdhënë sa që mendojnë se janë të vetmjaftueshëm, që nuk u duhet as Shqipëria, as kurse, ata munden, ata janë strategët botror, Tirana të njëjtën. E kështu që kjo është ajo që unë e quaj që duhet veprojmë shqip e duhet mendojmë shqip. Mehmeti u ndal edhe tek çështja e shqiptarëve në rajon, duke theksuar se kur nuk janë mirë shqiptarët e Luginës së Preshevës, nuk është mirë gjithë Shqiptaria, ndërsa për shqiptarët e Maqedonisë së Veriut theksoi se shpesh konsiderohen si pengje. Kur nuk janë mirë shqiptarët e Luginës së Preshevës, nuk është mirë e tërë Shqiptaria, që kur ka diçka të mirë në Durrës, kur përfiton e gjithë Shqiptaria, kur nuk shkon diçka në Shkup, duhet ta dish që humb gjithë Shqiptaria. A këtë nuk e ke as të politikanët e Kosovës, as të Shqipërisë. Për shembull, ata neve shqiptarëve të Maqedonisë na trajtojnë ndonjëherë si pengje, që duhet t'i përdorësh. I pyetur për rrezikun e një konflikti të ri në Ballkan, shkrimtari dhe analisti i njohur u shpreh se sot shtetet ndërtojnë paqe duke u bërë gati për luftë, duke nënvizuar se stabiliteti kërkon vigjilencë dhe përgatitje. Shqiptarët duhet sot sipas meje të jenë ai popull që ka qenë gjithmonë paqdashës, mirë po i gatshëm që edhe nesër nëse nis luftat të mund të mbrohen bashkarisht. Deklaratat u bën gjatë takimit kulturor në kuadër të projektit Libri Dhurata më e çmuar, ku Mehmeti ishte i ftuar special.